Horoskopi ditor, 15 prill. Një vendim mund të ndikojë ritmin e ditës. Ka ditë kur një vendim i vetëm mund të ndryshojë mënyrën se si zhvillohet e gjithë dita. Astrologjia sugjeron se 15 prilli mund të jetë një moment ku disa zgjedhje, edhe ato që duken të vogla, mund të kenë ndikim më të madh nga sa duket në fillim. Një bisedë, një reagim apo një ide që lind papritur mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë qartësi. Nuk është një ditë për vendime të nxituara, por për reflektim dhe vëzhgim. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe nuk e injoron një moment që të bën të mendosh ndryshe, mund të kuptosh se kjo ditë mund të ndikojë në drejtimin që merr. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të vendosë përballë një vendimi që lidhet me një plan personal. Një situatë e papritur mund të bëjë të reflektosh për drejtimin që dëshiron të marrësh. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo mundësi dhe për të mos reaguar menjëherë. Një bisedë mund të japë një perspektivë të re për një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk e nxiton vendimin, mund të kuptosh se kjo zgjedhje mund të ndikojë në mënyrën se si zhvillohet dita. Demi. Kjo ditë mund të sjellë një moment reflektimi për disa çështje që lidhen me stabilitetin dhe financat. Një situatë që kërkon vendim mund të bëjë të mendosh për prioritetet e tua. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo detaj dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Një bisedë e qetë mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse vepron me qetësi dhe mendon në mënyrë praktike, mund të ndjesh më shumë siguri në zgjedhjet që bën. Binjakët. Komunikimi mund të vendosë përballë një zgjedhjeje gjatë kësaj dite. Një mesazh ose një bisedë e papritur mund të bëjë të reflektosh për një plan që ke në mendje. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar dhe për të analizuar çdo informacion që vjen. Një ide që lind gjatë kësaj dite mund të ketë më shumë potencial nga sa duket në fillim. Nëse je i hapur ndaj komunikimit dhe nuk e injoron këtë moment, mund të kuptosh se ky vendim mund të ndikojë në drejtimin që merr. Daforia. Ndjeshmëria dhe intuita mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite dhe mund të ndihmojnë të kuptosh një situatë që kërkon vendim. Një moment reflektimi mund të bëjë të shohësh një marrëdhënie ose një plan nga një perspektivë tjetër. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar ndjenjat dhe për të mos i injoruar ato. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk nxitohesh në reagime, mund të kuptosh se ky vendim mund të sjellë më shumë qartësi. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të shtyjnë të marrësh një vendim që lidhet me një projekt ose një plan personal. Një situatë e papritur mund të bëjë të reflektosh për një zgjedhje që duhet bërë. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar mundësitë dhe për të vepruar me qartësi. Një ide ose një sugjerim mund të ndihmojë të shohësh një perspektivë të re. Nëse vepron me besim dhe nuk nxitohesh, mund të kuptosh se ky vendim mund të ndikojë pozitivisht në planet e tua. Virgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të analizosh më thellë disa situata që lidhen me përditshmërinë dhe organizimin. Një detaj i vogël mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë vëmendje. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të reflektuar dhe për të bërë rregullime të vogla që mund të kenë ndikim më të madh. Një bisedë ose një ide mund të ndihmojë të kuptosh një zgjidhje më praktike. Nëse nuk nxitohesh dhe i kushton rëndësi detajeve, mund të kuptosh se ky vendim mund të ndihmojë të krijosh më shumë stabilitet. Peshorja. Kjo ditë mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të marrësh një vendim që lidhet me marrëdhëniet ose bashkëpunimet. Një situatë e papritur mund të bëjë të reflektosh për atë që është më e rëndësishme për ty. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar intuitën dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Një bisedë e hapur mund të ndihmojë të sqarosh një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse ruan balancën dhe mendon me qetësi, mund të kuptosh se ky vendim mund të sjellë më shumë harmoni. Akrepi. Intuita mund të jetë shumë e fortë gjatë kësaj dite dhe mund të ndihmojë të kuptosh një situatë që kërkon vendim. Një moment reflektimi mund të bëjë të shohësh një çështje nga një perspektivë tjetër.
Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar dhe për të mos reaguar menjëherë. Një informacion ose një bisedë mund të jap një ide që lidhet me një drejtim të ri. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk e ignoron, mund të kuptosh se ky vendim mund të ketë ndikim në mënyrën se si zhvillohen planet e tua. Shigjetari. Energjia e kësaj dite mund të sjellë dëshirën për të parë përpara dhe për të eksploruar mundësi të reja. Një situatë që lidhet me një plan personal mund të bëjë të reflektosh për drejtimin që dëshiron të marrësh. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të qenë i hapur ndaj ideve dhe për të mos kufizuar veten. Një bisedë ose një sugjerim mund të japë një perspektivë të re. Nëse vepron me optimizëm dhe analizë, mund të kuptosh se ky vendim mund të çojë drejt një drejtimi më interesant. Britsjapi. Kjo ditë mund të sjellë një fokus më të madh tek përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt mund të kërkojë të marrësh një vendim të qartë. Energjia astrologjike sugjeron se është moment i mirë për të analizuar çdo hap dhe për të bërë zgjedhje të menduara mirë. Një ide ose një ofertë mund të japë një drejtim të ri. Nëse vepron me disiplinë dhe qartësi, mund të kuptosh se ky vendim mund të ndihmojë të ndërtosh një bazë më të fortë për të ardhmen. Ujori. Ide të reja dhe perspektiva të ndryshme mund të shfaqen gjatë kësaj dite dhe mund të shtyjnë drejt një vendimi. Një situatë e papritur mund të bëjë të mendosh për një mënyrë tjetër për të arritur një qëllim. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të eksperimentuar dhe për të qenë i hapur ndaj ndryshimeve. Një bisedë ose një ide e papritur mund të japë një drejtim të ri. Nëse i kushton vëmendje këtyre momenteve, mund të kuptosh se ky vendim mund të ndikojë në mënyrën se si zhvillohen planet e tua. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj intuitës dhe ndjenjave që të udhëheqin në vendime. Një situatë që lidhet me një plan personal mund të kërkojë më shumë reflektim përpara se të marrësh një vendim. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të mos u nxituar. Një moment qetësie mund të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se ky vendim mund të çojë drejt një zgjedhjeje më të qartë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën vendim nëse mendon se kjo ditë kërkon një zgjedhje të rëndësishme për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.